institucioneve që janë zinxhir njëra me tjetrën. E qartë. Ndërkaj, zotja Azeri, sa të fuqishme janë vërtet pra kompetencat e Schmidt, a do të guxojnë ndërkaj Milorad Dodik pra ti sfidoj hapur këto? Unë mendoj se nëse Bashkimi Evropian, pasi që Schmidt është i emruar nga Bashkimi Evropian, qëndron fort pas zotit Schmidt, atëherë unë jam shumë i sigurt që këto masa të ndërmarra nga ai mund të kenë rezultate pozitive në drejtim që më në fund Dodik të dorëzohet dhe të pranoj që të vuaj dënimin i cili është përcaktuar. Dodik jo vetëm tani, por ka që 3 vite apo më shumë që ka filluar të sfidoj vendimet e përfaqësuesit ndërkombëtar në Bosnjë Hercegovinë. Ky përfaqësues ka mjaft kompetenca të mëdha që lidhen drejt për drejt me zbatueshmërinë e marrëveshjes Daytonit, i cili ka sjellur edhe paqe në Bosnjë Hercegovinë. Kujtojmë pas asaj lufte të përgjithshme. Dhe mendoj nëse Schmidt po e cek edhe njerë ka përkrajen pa rezervë nga Brukseli, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë unë pres që do të më në fund të dorëzohet. E qartë. Mirë, ndjekim tjetër një serë dhe më pas rikthehemi. Eurodeputeti dhe raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Tonino Picula tha se presidenti serb Aleksandar Vučić do të donte të shkaktonte trazira në veri të Kosovës, po se këtë nuk mund ta bëj për momentin, sepse siç tha ai, Vučić i ka shpenzuar të gjitha kreditet e tij pas inkursionit të grupeve paraushtarake serbe në Banjsk në vitin 2023. Në një intervistë për median kroate Jutarnji List, Picula theksoi se strategjia aktuale e Vučićit ka synim destabilizimin, po pa përdorimin e drejt për drejt të forcës. Picula, i cili vjen nga Kroacia, vlerësoi se çdo destabilizim i mundshëm në Kosovë do t'i kushtonte shtrenjtë Vučićit dhe për këtë arsye ai është më i fokusuar në tensionet e brendshme politike edhe në provokimet ndaj Kroacisë. Duke folur për perspektivën e mëtejshme europiane të Serbisë, Tonina Picula deklaroi se Serbia nuk mund të bëhet antare BE-s derisa të njohë pavarësinë e Kosovës, si dhe të heqë dorë nga politika e botës serbe. Vučić po e përdor Bashkimin Evropian si bankomat. Qytetarët serb janë të ekspozuar ndaj një narrative që favorizon lidhjet vllazërore dhe miqësore me Pekinin dhe Moskën, ndërsa Perëndimi dhe Bashkimi Evropian janë të demonizuar. Nëse nesër organizohet një referendum për hyrjen e Serbisë në Unionin Evropian, nuk duhet pritur një rezultat spektakolar, deklaroi Picula. Mirë, zotja Azeri, është presidenti serb Aleksandar Vučić pra realisht i paaftë për të ndezur një tjetër krizë në veri të Kosovës pas dështimit që ndodhi në Banjsk? Jam plotësisht dakord me deklaratën e eurodeputetit Picula, pasi që Vučić tashmë ka një krizë politike në Serbi, krizë kjo që po zgjat dhe nuk shihet se ka vullnet vetë zoti Vučić atë krizë ta menaxhoj në formën më të mirë, pasi që tashmë protestuesit dhe opozita atje si zgjedhje të krizës politike në Serbi e sheh vetëm largimin nga pushteti të Aleksandar Vučićit. Dhe kur Vučić ka një përballje të tillë përmbrenda Serbisë pra me një jo stabilitet politik, atëherë shumë i dobët që të kërcënoj Kosovën me ndonjë provokim që do të bënte do të inicionte ndonjë konflikt në veriun e Kosovës. Andaj asu nuk pres që në veri të Kosovës të kemi ndonjë incident apo ndonjë konflikt ndërretnik atje, për shkak të pafuqisë Vučićit dhe tashmë ai këtë vëmendjen e tij e ka përbrenda Serbisë, pra se si ta menaxhoj dhe si ta mposht atje protestat e fuqishme që vinë nga studentët më përkraj edhe të intelektualëve dhe akademisë serbe, po ashtu këtë protest po e përkrajnë edhe partitë opozitare. Pra Vučić është në një farë lloj sandviçi, pasi që ka presionin e brendshëm në Serbi.
për largimin e tij nga pushteti, po ashtu edhe ka presion të madh edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për marrëdhëniet e tij të afërta me presidentin Putin. Dhe nëse Vučić kësaj radhe do të jetë në manifestimin në Moskë të luftës apo fitores ndaj fashizmit që Rusia e organizon çdo vit, atëherë Serbia do të jetë edhe një hap larg Bashkimit